Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i diel 14 dhjetor 2025. Dashi. Nëse preferoni udhëtimet dhe gjithashtu kontaktet me qytete të tjera, një njeri i lindur në shenjën e peshores ose shigjetarit do të jetë i dobishëm për zgjidhjen e një problemi delikat. Demi. Vetëm tani dëshira juaj do të ishte të kishit një histori pasionante, romantike, por ka të ngjarë që ju të mos jeni të ndërsjell. Disa shqetësime dhe tensione të fortë. Binjaket. Ditë e mirë për dashurinë, një marrëdhënie është rikthyer, zgjedhje vendimtare. Ngjarjet familjare dhe përgjegjësitë e reja. Vështrime të vlefshme. Gaforja. Mundohuni të përfundoni gjërat që ju interesojnë më shumë në mëngjes, atëherë ka mundësi që pas drekës të ndiheni pak të lodhur, në përgjithësi një ditë e favorshme. Luani. Ndiheni të lënë anash dhe sipas të gjitha gjasave do të kërkoni më shumë vëmendje. Në dashuri ka diçka që nuk është e qartë, dikush është ndjer i tradhtuar kohët e fundit. Virgjeresha. Ditë e heshtur. Më shumë kujdes për trupin. Peshorja. Ju do të jeni në gjendje të mbështeteni në një mënyrë të egër, do të tregoni kreativitet në gjithçka. Dikush do të takojë dikë në një qytet tjetër dhe do të dashurohet marrëzisht. Por keni kujdes të mos bëni gabime për të cilat mund të pendoheni më vonë. Akrepi. Një ditë që përgjithsisht tregon ulje ngritje. Nëse zemra ka qëndruar vetëm për një kohë të gjatë, është e nevojshme të përfshiheni. Shigjetari. Ditë të mira, është më mirë të vendosni rregull në çështjet praktike. Nëse keni ndërmend të bëni një blerje, merrni parasysh të gjitha të mirat dhe të këqijat. Një takim për të mos u nënvlerësuar. Britqapi. Brenda disa muajsh do të merrni një lajm të shkëlqyeshëm. Yjet favorizojnë sqarimet. Pak maturi në çështjet ekonomike, shumë shpenzime dhe disa vonesa. Ujori. Lodhje gjatë rrugës. Sot përpiquni t'i bëni gjërat me qetësi. Peshqit. Një ditë e mirë, një periudhë takimesh të mira. Interesat e reja kulturore dhe shoqërore, është një periudhë zgjimi i madh. Dita e preferuar. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.